Fenomeni i tmerrshëm i luftrave në mes të qenve vazhdon të jetë sinonim i argëtimit për shumë qytetar. Për disa njerëz, fatkeqësisht, ky akt barbar shihet si formë argëtimi, ku përgjakja dhe vuajtja e kafshëve shndrohet në spektakël dhe burim bastesh me shuma të mëdha parash. Marr parasysh keqpërdorimin e madh që po ju bëhet qenve në këto betejë, policia viteve të fundit i ka intensifikuar aktivitetet parandaluese, duke i përsëritur shpesh implikimet ligjore që vinë në shprehje për organizatorët e luftrave të qenve. Për një rast të këtillë, policia raporton edhe sot me që rast 2 persona rezultojnë të privuar nga liria për këtë lloj keqpërdorimi. Më datë 30 tetor, në orën 13, punonjësit policor të departamentit policor në Gallat në fshatin Vrapçisht kanë privuar nga liria personin SJ, 51 vjeç nga Vrapçishti, ndërsa në orën 21:15 në stacionin policor në Gostivar vetë është paraqitur personi MM, 32 vjeç nga Çegrani, në lidhje me një raportim të mëparshëm se kanë organizuar luftime qensh në afërsi të fshatit Vrapçisht. Një ekip nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar ka kryer mbikëqyrje në vendin e ngjarjes, me çrast janë gjetur gjurmë dhe sende të lidhura me veprën. SJ dhe MM janë ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresa përkatëse kundër tyre, njoftojnë nga policia. Ndryshe, luftrat mes qenve tashmë janë shumë më të rralla se disa vite më parë, kur po organizoheshin haptas edhe në përsheshe, por organizatorët kanë ndryshuar mënyrë. Këto betejë i bëjnë në hapësira ku nuk ka as pak frekuentim dhe nuk bien në sy të policisë dhe kalimtarëve që mund t'i denoncojnë. Hapësirat të caktuara në përfusha dhe male mbeten vendet më të sigurta për këto organizime që dëmtojnë rënd mirëqenien e kafshëve. Kujdesi është shtuar edhe në rrjetet sociale, ku videogjerimet nga betejat me qen nuk postohen më, por dërgohen nëpër grupe private ku bëjnë pjesë vetëm ata që posedojnë qen për zënka dhe një pjesë e spektatorëve të besueshëm. Sipas burimeve, në këto grupe ekziston rregulli i hekur që askush të mos përdor telefonin për incizim, me qëllim që të mos mbetet prova për organet e rendit. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov kanë shfrytzuar nga rasti për të përsëritur apelin që organizatorët të heqin dorë përfundimisht nga ky lloj maltretimi që po ju bëhet qenve, sepse në të kundërtën do të përballen me gjoba, por edhe me dënim me burg. Nga ky nivel paralemrojnë se në kuadër të planeve të këtij viti që kanë për synim mbrojtjen e kafshëve nga keqpërdorimet e lartë përmendura, do të rrisin aktivitetet parandaluese, ndërsa ftojnë qytetarët në bashkëpunim për t'i denoncuar në kohë zënkat e qenve sa herë që të kuptojnë se ndodhin të njëjtat.